Mirëmbrëma të dashur shikues të Radio Televizionit të Kosovës, mirë se takohemi në terminin ton të radhës këtu në Fan Zone për të komentuar në 2 ditët e fundit të kampionatit botror 2026 dhe të jemi së bashku për një orësh së bashku me mysafirët e mi për të diskutuar për gjithçka që ka mbretëruar këtë edicion, gjithashtu për të folur edhe për ndeshjen që do të mbahet sonte për vendin e tretë. Do të flasim patjetër edhe për finalin e madhe që do të mbahet nesër. Mirë po krejt në fillim, më lejoni që t'i prezantojmë mysafirët e mi në studio. Kam nderin dhe kënaqësinë që sonte bashkë me mua janë 4 gazetarë dhe komentatorë të sportit të cilët në dimensione të ndryshme e ndjejnë dhe bëjnë punën e tyre në mënyrën më profesionale të mundshme në baza ditore. Leart Sfeqla, gazetari i sportit, mirë se na erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë për kohën. E kemi po ashtu edhe Arbër Logjen, gazetari i sportit, mirë se na erdhe Arbër. Mirë se ju gjeta. E kemi edhe 2 njerëz të shtëpisë, 2 punëtorë të zëllshëm të Radio Televizionit të Kosovës, Fatos Preniqi, mirë se na erdhe Fatos. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, kënaqësi si gjithmonë. Dhe krejt në fund, ai që na ka shoqëruar në përkomentimet e tij në përgjatë ndeshjeve të ndryshme në Radio Televizionin e Kosovës, Valon Jakupi, mirë se na erdhe Valon. Mirë se gjeta, faleminderit, të kënaqësi shumë. Faleminderit shumë për kohën. Do të nisim fillimisht të shohim se cilat ndeshje na presin, edhe pse tashmë e dim se cilat na presin, mirë po le t'u rikujtojmë juve të dashur shikues. Ndeshja që do të mbahet sonte do të jetë ajo ndërmjet Francës dhe Anglisë për vendin e tretë, ndërkaq që ndeshja apo finalja e madhe do të mbahet ndërmjet Spanjës dhe Argjentinës. Përderisa të gjithë jemi të kapluar me emocionet e botrorit dhe të gjithë sytë tanë janë 4 në ekranet e ndryshme dhe po shohim detajet e fundit, finesat e fundit, po ndjekim lajmet e fundit që po na vijnë nga këto kombëtarët e mbetura drejt çmimit, drejt kupës së botës, le të them ashtu. Ne do të ndjekim një përmbledhje të golave të mbrëmjes për të rikthyer dhe për ta zhvilluar bisedën në studio për të gjitha detajet e fundit. Mirë, me qenë se nuk kemi material për golat e mbrëmjes, po më njoftojnë nga regjia, do të vazhdojmë me falenderime për sponsorët tanë, ata të cilët na kanë mbështetur që nga edicioni i parë i Fan Zonës. Le ta nisim me bankën TEB. Starkarta është më shumë se një kartel, është liria për të menaxhuar financat tuaja sipas nevojave tuaja. Me Starkart mund të bëni blerje deri në 24 këste pa interes të partnerët e bankës TEB, të kryeni pagesat të sigurta brenda dhe jashtë vendit, si dhe të tërheqni paratë të gatshme kur ato ju nevojiten. Bira më e mirë në vend, Bira Peja i shoqëron edhe sonte adhuruesit e birës dhe futbollit, tashtu quajturit birë bollerat me moton s'ka lidhje a hupim a fitojna, gjithë kupa është e jona. E botrori sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtes. 40 kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithçka që ju duhet për të shijuar futbollin është një 40 kafe. Një falenderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shijshëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalin dhe gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet tuaja të preferuara me shijen unike dhe kualitetin e padiskutueshëm të arrërave, frutave të thata dhe farërave Meraj, shije që i bashkon miqt përpara ekranit. E produktet Meraj i gjeni anë mban marketeve tona, të përfaqësuara nga distributori ekskluziv për Kosovë ERC Trade. Le ta nisim dal nga dal edhe bisedën tonë në studio, për atë se çka jemi mbledhur këtu. Arbër, do doja ta nisja nga jo. Si po e vlerësoni, me qenë se është 2 ditë i fundit i kampionatit botror, si ka qenë ky rrugtim i kampionatit botror? Një botror që nisi me shumë polemika, ato ngjarjet me skuadrën e Iranit, pastaj ato kontrollet e ashpra që u bën në Uzbekistanit, ndalimi i gjyqtarit somalez që të hyjë në SBA dhe të bëj, pak një farforme, nuk i dha le të themi atë pamjen më të mirë të mundshme që do dënin ta kishin çdo kush që organizon kampionatin botror, megjithatë ato u harruan shpejt. Ndeshje pati shumë, është hera e parë që pam 48 kombëtare që garojnë për kupën e botës. Faza grupeve ishte shumë interesante që nga ndeshjet e para.
U pa që evropianët vuan impact për shkak të klimës, pastaj derisa adoptuan ato, kemi parë kombëtarët më atë lëshon olimpik, nëse ju kujtohet finalisti Spanja kishte dështuar të fitonte me kepin e Gjelbert në ndeshjen e parë të vetën, luajti baraz. Pastaj filloi eliminimi i Gjermanisë, që shihej dikur si një favorit, le të themi, në fillim të kampionatit, mirë po edhe paraqitja mire kombëtarëve të Amerikës Jugore ka bërë kampionatin botror shumë interesant, sepse ato luftonin, kishin një farë vullneti që nuk shihej, nëse mund të shprehim ashtu, tek këto kombëtare që vijnë nga Azia dhe Evropa. Mirë po, pastaj kishim edhe pjesëmarrje më të madhe pas fazës së grupeve të kombëtarëve afrikane, Senegali, Maroko, kishin paraqitje shumë të mira. Madje edhe Egjipti kemi parë që i kishte një ndeshje masive kundër Argentinës, por nuk e deshi fati që ta eliminonin, ishin shumë pranë, kishin udhëhequr 2-0. Pastaj edhe këto polemikat që po ndihmohet Argentina të vinë në finale nga gjyqtarët, kuptohet. Do të mbesin polemika, e kanë bërë kampionatin botror më interesant, mirë po mund të them lirisht që më të merituarit janë finale, sidomos Spanja, një kombëtare e cila nivelin e lojës ka qenë shumë ekuilibruar, ka dëshmuar ndeshje pas ndeshje, ngritje dhe trajneri De La Fuente gjithmonë ka përdorur litarët dhe aftësitë e tyre teknike më të mirën që mund ta nxjerrnin nga ta për të marrë rezultate pozitive. Po shpresoj që kjo ndeshje e vendit të tretë që bëni muhabet me Valionin para se të hynim, është ndoshta një ndeshje që quhet pa ndonjë rëndësi, edhe pse rëndësia është vendi i tretë, por që po shpresoj disa futbollistë që është Kylian Mbappé ta shfrytëzoj këtë që ndoshta të marr favorin për tu zgjedhur si lojtari që ka shënuar më së shumti në kampionat. Të shpresojmë që edhe finalja do të jetë e nivelit siç e kemi parë tër kohën Argentinën të luftojë dhe Spanjën ditë menaxhoi kombëtarët të cilat vijnë për ta sulmuar. Do të zgjerohemi më tej edhe në këto dy dimensione që i hapët, edhe në ndeshjen që do të mbahet sonte, mirë po edhe në ndeshjen e finales së madhe, mirë po le ta trajtojmë edhe pak se cili ka qenë ndoshta lart dimensioni më interesant i këtij kampionati si vjet. Infantino sot e quajti si eventin kulturor, humanoid, por edhe social më të madhin për njerëzimin Kupën e Botës para Donald Trump, dhe prezenca një presidenti në një kupë bote ka që shpesh nuk është diçka e zakonshme dhe nuk ka qenë më herët. Megjithatë, të dy në atë deklaratën e tyre dëshën që ta vinin theksin tek ajo se ky ka qenë një event pra i jashtëzakonshëm dhe i pakrahasueshëm me të tjerët. Duhet pranu arbre përmbledhje jashtëzakonisht mirë. Polemikat kanë qenë, por polemikat janë pothuajse në çdo botror, edhe pse janë të natyrave të ndryshme ndoshta. Çka ka qenë interesant është prezenca më e madhe e ekipeve të tjera, po në anën tjetër unë personalisht e shoh si të parashikueshëm këtë botror, nëse veç ato aplikacione që zakonisht përdoren për parashikime ose ajo tema e parashikimeve shihet në fillimet e botrorit, besoj që shumë njerëz kanë mundur ta parashikojnë katërshën e fundit, pra këto 4 kombëtare të cilat kanë qenë në gjysmëfinale. Përndryshe, stadiumet e jashtëzakonshme kanë karakterizuar këtë botror, stadiumet në Amerikë janë të një dimensioni tjetër, janë të jashtëzakonshme edhe për atë që është fan experience apo eksperienca e tifozëve brenda impjantit. Janë disa gjëra të cilat po ashtu mendoj se kanë qenë polemizuese, siç është kjo puna e pushimit mes pjesëve në finale dhe atij show që planifikohet bëhet. Klasikët e futbollit e shohin si një cënim të madh të rregullave të futbollit, edhe një cënim të madh të asaj që është natyrë e sportit të futbollit, e që ka qenë e shenjtë ndër vite dhe asnjëherë nuk është prekur me këtë pushimin që gjithmonë ka qenë 15 minutësh. Dhe në fund, në këtë përmbledhje të asaj se si mund ta karakterizojmë këtë kampionat botror, mund të them se është kampionati botror më i komercializuar në historitë të futbollit. Vërtet, ka pasur shumë biznese të inkorporuara dhe shumë dimensione ekonomike në aspektin e organizimit, dhe kjo ndoshta ka qenë edhe një prej gjërave më shumë të që është kritikuar edhe këto në fan zone për aspektin që nuk po i jepet shumë rëndësi, ndoshta sikurse përpara futbollit në mënyrë klasike, mirë po organizimit si tërësi, si diçka fitimprurse në fund të ditës. Ka shumë vite që futbolli konsiderohet një industri për më tepër se sport dhe si tillë
normalisht është në garë edhe me sportet të tjera. Dhe FIFA është organizata më e madhe sportive, sidomos me futboll, me kampionatin botror si produktin e saj kryesor, dhe me këtë e kalon edhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, dhe kjo tregon besoj gjithçka sa i përket kësaj. Definitivisht, po. Le ta marrim pak edhe mendimin tënd, Fatos, si të është dukur ty, a ka pas diçka që të ka çudit për gjatë këtij botrori? Në të vërtetë, unë në fillim, kur edhe është vendosur që kjo ngjarje të mbahet, do të thotë me një numër të kombëtarëve më të mëdha, unë në fakt kam qenë pak skeptik, por që nga faza e grupeve, kur pam ndeshjet jashtëzakonshme dhe pam që nuk kam kombëtare të vogla, si që dikur janë quajtur, në të vërtetë veç e mendova të kundërtën. Kështu që tani më veç është në bisedime që të ketë numër edhe më të madh të ardhmen, dhe në 64 nëse nuk gaboj, edhe po, është një mundësi e mirë që edhe për neve si Kosovë, si përfaqësuese në fakt të arrimat të ëndrrën e kamotshme, por edhe për ekipet të tjera. Përmendet atë pjesën ose atë anën ekonomike, futbolli ka shumë vite që, siç e thanë dhe kolegët, është industri, por kjo doli në pauzë në sipërfaqe në këtë kampionat në 3 shtete të ndryshme, ku vërtet shumë rekord janë thyer. Shikueshmëria numër 1, pastaj interesimi shumë i jashtëzakonshëm për të përcjellë nga afër, jo vetëm në SBA, por edhe në 2 shtetet e tjera, kështu që ka qenë një kampionat, edhe pse akoma nuk ka përfunduar, jashtëzakonisht interesant, ku në fakt vetë për faktin që janë 4 kombëtarët që në ranglistën e FIFA-s janë në 4 pozitat e para, nuk është edhe ndonjë befasi apo çudi se ndodhen ose janë ndodhur deri në këtë fazë, me ndeshjen finale që gjithsesi do të zhvillohet nesër ndërmjet 2 ekipeve që janë numër 1 përkatësisht numër 2 në ranglistën e FIFA-s, edhe që kanë një lojë pothuajse identike ose të parafort me futbollistë po ashtu të parafort, kështu që gjithçka do të jetë pa parashikueshme, sikur që ka ndodhur deri më tani. Alana, pajtohesh që gjithçka ka qenë e parashikueshme apo jo? Ka qenë spektakël, për këtë pajtohena më shumë ti, e që ka qenë gjithçka parashikueshme, ajo vjen ashtu sepse në fundit gjithmonë në kampionat është i parashikueshëm, duke pas parasysh që vetëm shtetet e forta, shtetet e mëdha kanë fituar, kombëtarët e mëdha kampionatin botror, nuk ka ndodhur si më herët në ndonjë evropian apo në Copa America apo në Kupën e Kombeve të Afrikës që një outsider apo një kombëtare më modeste ta fitoj. Gjithmonë kampionatet botrore janë fituar prej kombëtarëve të mëdha, mirë po çka mu ka bëu më shumë të përshtypje është se ka menduar që mund të jetë ndonjë dështim eventual në disa ndeshje që mos të ketë publik, duke pas parasysh që vitin e kaluar ishte botrori klubeve që mbajt në Amerikë dhe i pam stadiumet jo të mbushura, shumë prej tyre ishin edhe të zbrazura, mirë po nuk ndodhe ajo gjë në kampionatin botror, flitet që janë çmimet marramendse të biletave, por i pam ato stadiumet e stërmbushura që i përmendi edhe Learti, e sa i përket anës futbollistike, i jam ndru pak kësaj gjë që janë 48 skuadra dhe mund të ketë aty një disavantazh sa i përket cilësisë, mirë po pati befasi se cila kombëtare e madhe nuk i fitoi të gjitha ndeshjet. Anglia barazoi me Ganën, Spanja përmendi arbër me Arabin, Argentina i pat problemet e veta pas fazës eliminimit direkt me Kepin e Gjelbër dhe me Egjiptin, kështu që kjo ka karakterizuar kampionatin, po ashtu më ka bëu përshtypje që këto kombëtarët i kanë pasur qendër sulmuese shumë formë, kanë shënuar shumë gola si Haaland, si Kane, po ashtu Oyarzabal, Havertz i Gjermanisë, secila kombëtare ka pas atë njeriu kryesor të shënimit të golave normal, Mbappé edhe Lionel Messi që e ka dëshmuar që për mendimin tim është lojtari më i mirë në botë i gjitha kohërave. Sot e mendojsha 20 vite karrierë se dolën ato gollat tu i pa dhe ashtu është e mundun mbi 20 vite kur ka debutuar në sezonin 2004-2005, pra moshën 39 vjeçare me asistuar me shënu, e ka karakterizuar këtë botror dhe forma e tij, derisa Spanja ka shkuar shumë sigurt duke mos marrë gola. Argentina me atë stilin e vet, me futboll të ndryshëm, edhe me krejt atë energjinë që e ka pasur me shku në finale. Çka ka mungu këti botrori, mund të them lirisht që është kombëtare e Italisë, jemi mësuar me pa Italinë,
edhe Italia ka shumë fonsa. Vetëmi botror që Është e treta rrova se edhe thash ka është Italia, që o bobi Italin. Fillimisht të pata gëzu shumë që të Bosna e patëm poshtë dhe shkojmë bike mirë për një vend Ballkanit që me shku. Mirë po Italia po i mungon botrorëve, ndoshta ajo shakaja Infantinos do të bëhet e vërtet që me 64 ekipe mos do të mungoj Italia. Mirë po Italia kishte shku në atë botrorën e Amerikës në 94 deri në finale dhe normal dihet komuniteti madh italian që është në Amerikë disi i mungoj kombëtarja atzure këtij botrore. Këto e kanë Roberto Baggio që humb penallti në finale. Ajo është pjesë ikonike edhe pse Baggio ka qenë i pranishëm në kampionate shumë legjenda të futbollit. E kanë karakterizuar edhe këto legjenda që kanë qëndruar krejt bashkë, si asnjëherë më herët në ato lozhat e stadiumeve. Mirë po përveç Italisë, ka pas ndonjë kombëtare që ose ka marrë pjesë, nuk ka shku deri aty ku keni prit, ose nuk ka marrë pjesë fare? Një prej kombëtarëve që është Mendoj Gjermania është dashur të shkojë më larg, mirë po edhe Holanda kanë pritur, mirë po si priu fati, sepse Holanda me Marokon që u takun ishin dy kombëtare mund të them gati se të përsosura në aspektin teknik por edhe fizik, por vetëm njëra duhet shkonte dhe Maroku ja doli. Megjithatë, përveç Italisë, s'po më kujtohet ndonjë kombëtare që ndoshta është e madhe dhe i mungoj përveç Kosovës, pasi e pa në Turqinë që nuk bëri gjë, dhe unë jam shumë i bindur, tani është ajo mundësia që të flasim kështu, sepse po të shkonin ndoshta të dishtë e drishtë. Tash na flasim më si fonsa. Si fonsa, e në orë panzona. Besoj që do të kishim ndoshta një paraqitje më dinjitoze, ka qenë befasuse paraqitjet e dopta të Turqisë, edhe pse në ndeshjen e parë nuk i ka ecë fati, në dytën nuk ishin paraqitje të mirë, tretën fituam, por ishte një fitore e parëndësishme. Dhe kjo na la, sikur na shtoi pak atë inatin dhe unë nuk e kam prit një paraqitje kaq dop Turqisë, ndoshta befasuse. Ka qenë befasuse, pastaj edhe Kepi Gjelbër që ka bërë një kampionat fantastik, sidomos ajo ndeshja me Argentinën, pati super gol 2-2. Si themi ne kështu kur rrim bark fyt të fyt kanë shku, edhe ka qenë befasuse si Argentina vuante, sidomos edhe në aspektin teknik, nuk ka qenë veç fizik. Ka vujt me bo diferencën edhe Messi kundër Kepit të Gjelbër, se pamë se sa letë e bëri me Angli. Ka qenë një deshjeve më të rënda me Kepin. Ma rëndë se me Egjiptin, edhe Anglin, edhe pse në disavantazh. Kjo ka qenë ndoshta diçka që i ka dhënë një dimension të bukur. Pasi u përmend shpreha dimension, këtij kampionati botror. Edhe Vozinja që u bë njeriu më i ndjekur 23 milion ndjekës të rinë në Instagram, dhe ai po ndjek vetëm disa modele të bukura. Dhe duhet t'i japë. Në peshmëri kanë qenë edhe Brazili dhe Uruguay, këto dy shtetet të Amerikës Latine, dhe çka nuk e ka arrit potencialin e vet, mendoj që është Portugalia, duke pa organikën e Portugalisë, lojtarët që i ka, nuk është se kanë funksionu, pavarësisht që shumë njerëz e kanë rendit mesin e 4 favoritëve, ndoshta duke larguar ndonjërin prej 4 ekipeve që shkuan gjysmë finale. Nuk e di a është e vërtet, po duket e pashtë edhe një deklaratë të Bernardo Silvas që tha që nuk kemi një stil të veçantë të futbollit portugez të implementuar në për ranqe të ndryshme të futbollit atje, që pastaj kur vim te kombëtarja gjithë jemi në kohezion, por vim me stile ndryshme varësisht nga kampionatet ku luajm. Tash nuk e di, po Portugalia për mua ka qenë një skuadër për cilës kom prit më shumë. Fati nuk ishte me ta edhe për faktin që luajtën me Spanjën, po që pavarësisht asaj mendoj që kanë qenë nën potencialin që njerëz edhe kanë prit prej Portugalisë. Nëse më lejo, thjesht veç më ndërlir, jo se kam me Leartin, për ndryshe ajo pjesa e deklaratës Bernardo Silvas në fakt është më tepër se sa arsyetim, nga se nëse marrim parasysh forcën e Portugalisë dhe emrat e futbollistëve është e parafort me Francën, e cila megjithatë u eliminua në gjysmëfinale. Aty brenda për brenda grupit, nëse mund të them, ka pas edhe bojkot, madje shumë kush edhe e ka raportuar një gjë të tillë, por që dihet Portugalia është një kombëtare që ka fituar edhe kampionatin evropian, ligën e kombeve, andaj edhe kanë kujdes në këtë drejtim, por jam i bindur që po të kishin lojën kolektive dhe faktikisht po të mund të funksiononin sikurse që kanë funksionuar në këtë rast Spanja dhe Argentina, jam i bindur se edhe Portugalia shumë lehtë do të mund të arrinte deri në fazën finale. Pra ka munguar një unitet i brendshëm për brenda vetë ekipit? Unë ashtu e kam po.
sepse po flasim për futbollist që pavarësisht se kanë një lojë, po i referohem edhe deklaratës, janë lojtarë të cilët e bartin barën kryesorë në për klubet më gjigante në Evropë dhe botë. Kështu që këtu në kombëtare luajnë në futbollistët të nivelit më të lartë, ose përzgjedhen futbollistët të cilët mendohet se kanë formën më të mirë, në këtë rast kështu ishte edhe për Portugalin që ka dështuar. Kur kësaj ashtojmë faktin që Spanja ishte njëra prej, ose është njëra prej kombëtareve që ka psuar vetëm një gol, edhe ka arritur deri këtu ku në fakt arriti, e gjitha është merit edhe trajnerit Luis de la Fuente që ka eliminuar skuadrat ose kundërshtarët e tij në mënyrën më të mirë me ato strategjitë e tij dhe me ata futbollista që ka arritur deri në fund të kryen detyrat. Kur jemi te Portugalia, një dimension paksa si them zhgënjyes ka qenë fakti që Ronaldo u rikthye në shtëpi pa ndonjë rezultat konkret dhe faktikisht ky ishte botrori i fundit sipas të gjitha gjasave për të edhe sipas gjitha gjasave, se nuk i di. Po, sepse prapë nuk e di. Mirë, po, një aspekt shumë interesant që është diskutuar shumë pikërisht te kjo çështja e unitetit si ndërlidhje është fakti që të gjithë kanë komentuar që faktikisht ekipi bën pas Ronaldos dhe jo Ronaldo pas ekipit. A qëndron kjo? Nuk e di saktësisht që mundet me qëndru, sepse na nuk kemi aty në zhveshtore për me ditë sakt, mirë po ajo që po vërejet është se Ronaldo paksa po e pengon atë rrjedhshmërinë e lojës së Portugalisë dhe atë energjinë e re që i duhet një skuadreje për me shku tutje. Nuk mendoj që ishte problemi i Portugalisë vetëm Ronaldo, ishte një pjesë e problemit në ndeshjen me Kroacinë e zëvendësoi trajneri pasi që shënoi golin Ronaldo dhe më pas e fitua ndeshjen portugezët. Mendoj që Portugalia kishte shumë ngarkese, duhet vetëm ta fitonte botrorin, duhet për Ronaldon, po ashtu ata lojtarët mesfushorë edhe Bernardo Silva, edhe Vitinha, edhe ky tjetri Paris Saint-Germainit Neves, gjithë ishin si të lodhur, si të ngarkuar prej sezonit të stërgjatur në Evropë, gjë e cila ndodh shpesh me shumë kombëtare dhe që ka ndodhur vazhdimisht. Anglia ka pësu gjithmonë sepse kanë pas ma shumë ndeshje anglezët me 2 kupa që i ka një të ligës, një të federatës, plus kampionati gjatë, ka 5-6 ndeshje për luajnë lojtarët. Mu më ka bërë përshtypje shumë freskia e disa yjeve, se si kanë arritur, për shembull Harry Kane i ka luajt mbi 60 ndeshje dhe ka arrit me shënu gola ose Erling Haaland. Do të thonë, janë disa komponenta që kanë ndiku te Portugalia e aq më shumë që u përball me Spanja dhe nuk mundi me i shënu gol. Është hera e disat që Spanja e eliminon Portugalinë në ndeshje të eliminimit direkt në kampionat botror. Ajo ishte ndoshta edhe problemi i Portugalisë. Nëse do ta kalonte Spanjën, ndoshta do ta kishte më lehtë me kalu Belgjikën, edhe me shkututje ku gjysmëfinalës më pas nuk i dijej. Franca luajti shumë mirë, luajti futboll shumë atraktiv, por ndoshta ajo përplasja me Spanjën e vurin pa një mesfush jo të mirë të francezëve të nivelit më të lartë siç pretendoi të ishte. Ajo ishte në anën e Spanjës, atu bë dallimi, edhe tash do ta shohim finalen Spanja-Argentina, një finale totalisht hispanike. Do ta flasim sigurisht këtë pjesë edhe pjesën e vendit të tretë sonte. Mirë po le të shkojmë me një blok të shkurtër të marketingut për të rikthyer sërish në studio. Kemi rikthyer të dashur shikues me pjesën e dytë të fanzonës dhe do të vazhdojmë diskutimet tona për 2 ditët e mbetura të kampionatit botror. Lart do doja ta nisja nga ju. Sonte na pret një ndeshje që pavarësisht që komentohet që nuk është një rëndësie të madhe për shkak se nuk ka një çmim konkret ose diçka tjetër, meqense është garë për vendin e tretë, prapë ka rëndësinë e vet sepse përballen 2 kombëtare të fuqishme. Pra ndeshja zhvillohet ndërmjet Francës dhe Anglisë. Cilat janë pritshmëritë tua? Pritshmëritë nuk është se kam pritshmëri konkrete për këtë ndeshje. Definitivisht të dyja ekipet kanë pasur deklarata nëpër media të tipit që duhet ta luajnë, me duhet, jo në atë që është ndeshje shumë rëndësishme. Pash Konate, mbrojtësi i Francës në konferencë për media, tha kjo është ndeshja të cilën ne nuk do të kishim qef ta luanim, duke dhënë një indikacion se të gjithë kanë pasur qef shkojnë finale dhe jo të luajnë ndeshjen për vendin e tretë, dhe kjo është komplet e kuptueshme. Megjithatë është ndeshje prestigjit, ndeshje që ju mundson edhe këtyre lojtarëve si Kane, Bellingham edhe Mbappé që ta ndjekin atë titullin e golashënuesit më të mirë, por që
shirër, sot lexojsha në Daily Mail, kishton që do t'ishte mirë që FIFA ta heq krejt këtë ndeshjen e vendit tretë, sepse nuk është e rëndësishme kush përfundon vendin e tretë dhe të katërt. Duke qenë se janë në gjysmë finaliste, dim që njëra është vendi i tretë dhe i katërt, kështu që nuk mënyrë është automatike, sigurisht. Unë e di që prej 54-ës mos gaboj, luhet për vend tretë, më herët në 34-ën është prezantuar si mundësi, është provu kjo ndeshja e vendit tretë, e pastaj gjithmonë është luajtur. Nëse për Francën dhe Anglinë nuk ka shumë rëndësi, për kombëtare të tjera si Korea e Jugut, ose si Turqia, ose si Kroacia dikur, ka pasur rëndësi. Kështu që nuk e shoh si diçka që duhet larguar, sepse i lejon atyre që mëtojnë të befasojnë, që ta ndjejnë veten si fitues medaljes së bronzët, kur përfundon kampionati botror. Thash, në fillim, kur më pyete për këtë kampionat botror, ka qenë i parashikueshëm për mua, për shkak këtyre 4 ekipeve, të cilat tash me këto deklarata tekanjoze tyne thonë që vendi i tretë nuk ka rëndësi, por gjithmonë duhet më unis prej profilit të këtyre njerëzve edhe të këtyre kombëtarëve, prandaj e cilësojnë pa rëndësishme. Por nëse Anglia e fiton vendin e tretë, është suksesi më i madh prej 66-s kur e ka fituar kampionatin botror. Pra, është një lloj ngushëllimi. Ndonë se ambicet e tyre nuk përshtaten me vendin e tretë. Arbor, cili është mendimi yt? Kjo ndeshja e vendit tretë nganjëherë bëhet problem, jo vetëm në sportin e futbollit, është probleme në këto sporte tjera. Unë kam komentuar për një kohë gjatë Euroligën edhe Final Four, është një farë sistemi pak më ndryshe që luhet për dallim nga këto nivelet elite të ligave të basketbollit, e ka me nga një ndeshje, dhe kur shkojnë 4 të fundit, një ndeshje gjysmëfinale dhe finalja, por shpesh është tentuar me u bojkotu tërësisht kjo ndeshja e vendit tretë, sepse askush nuk dëshiron të jetë humbësi i dytë. Kjo është arsyeja. Megjithatë, siç e përmendi shumë mirë, këtu ndryshon ajo qasja, ndoshta në këtë rast siç është Anglia dhe Franca, të cilat synimet i kishin qarta, o e fitojmë fare asgjë, thotë për ta tani edhe motivi nuk është i njëjtë. Megjithatë, ekzistojnë shumë faktorë që mund ta bëjnë diferencë, mund ta bëjë kjo ndeshje diferencën për ta, siç është Mbappe, Harry Kane, të cilët luftojnë për të marrë kputucën e artë apo golashënuesin më të mirë të kampionatit botror, e që nuk është trofe, që nuk do ta donte ta kishte secili futbollist nivelin individual zyrtarin e vet. Prandaj e them në këtë nivel ndoshta mund të presim një përplasje ku do të mundohet Franca të luajë për Mbappen dhe Anglia të luajë, reklam. Dhe Anglia të luajë për Harry Kane, dhe të shfaqet edhe ai niveli briljant individuali tyre, si që shfaqur deri në gjysmë finale. Gjysmë finale, as Mbappe, as Harry Kane nuk kanë qenë nivelin që kemi parë në ato ndeshjet paraprake, që është pritur tjetë, ta bëjnë diferencën në ndeshje. Prandaj kjo vendi i tretë, po shpresoj që të dy do të luajnë, sepse edhe ndeshja do të ketë, le të themi edhe për ne si shikues, si tifoz, vlerë për ta shikuar. Absolutisht se po. Do ta marr mendimin edhe të juaj në Fatos dhe Valon, mirë po, është koha që të bëjmë falenderimet tona për sponsorët tanë të cilët po na shndrojnë gjithmonë gati, edhe me qenë se e goditë kështu pak me hojë, le të falenderojmë. Si me kallis të shtyllën gjysmëfinale. Më hape rrugët të vetë. Le ta nisim fillimisht me bankën TEB. Për blerjet jashtë vendit, Starkarta i ofron mundësinë që transaksionet tuaja t'i ndani deri në 3 këste. Mjafton të regjistroheni në aplikacionin TEB Mobile, kështu ju keni më shumë kontroll dhe fleksibilitet në menaxhimin e shpenzimeve të juaja. Bira më e mirë në vend, Bira Peja i shoqëron edhe sonte adhuruesit e birës dhe futbollit, tash të quajturit birbollerat me moton s'ka lidhje, a hupim, a fitojna, gjithë kupa është e jona. Botrori sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtes. 40 kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshjeje dhe çdo feste, sepse gjithçka që ju duhet për të shijuar futbollin është një 40 kafe. E një falenderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shijshëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalin dhe gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet tuaja të preferuara me shijen unike dhe cilëtetin e padiskutueshëm të arrërave, frutave të thata dhe farërave Meraj, një shije që i bashkon miqt përpara ekranit. Produktet Meraj i gjeni anë mban marketeve tona të përfaqësuara nga distributori ekskluziv për Kosovë ERC Trade. Le të rikthehemi edhe pak te Franca dhe Anglia. Çka pret sonte nga përballja e tyre dhe njëkohësisht
e përmendi Arbri që të dyja kombëtarët kanë pasur predispozita që të dërgojnë Kupën e Botës në shtëpitë e tyre. Ku gabuan dy kombëtarët? Vërtet është shumë zhgënjuese për Francën dhe Anglinë, që kanë pas synime shumë të mëdha, sidomos Franca që ka qenë shumë bindës se qysh nga faza e grupeve e deri tek ajo ndeshja gjysmëfinale. Është vështirë edhe për zgjedhësit që të motivojnë djelmoshat e tyre në këtë ndeshje për vendin e tretë dikur. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme nëse ju kujtohet edhe nëse nuk gabojnë kur Kroacia ka fituar medaljen e bronzë. Në fakt është mbajtur mend dhe mbahet mend ende, por që në këtë rast me Francën dhe Anglinë vërtet do t'jetë një ndeshje, si që dhe thanë kolegët, pak ngushëlluese, edhe mbase nëse mund t'jetë atraktive, këtë mund t'a bëj vetëm kjo gara në mes dy futbollistëve Sopaku të cilët janë në mesin atyre golashënuesve më të mirë. Përndryshe, për Francën është dështim sepse pritshmëritë ose synimi i francezëve ka qenë që t'jenë në finale, edhe kështu të paktën edhe nga shumë ekspert dhe analist janë cilësuar. Në anën tjetër, Anglia ka qenë në mesin atyre ekipeve që është llogaritur që mund të shkojë deri sa shumë më larg, por që megjithatë në atë ndeshjen kundër Argjentinës vërtet për mua tash 21 vite sa unë jam gazetari i sportit, ka qenë pa kuptim të humbet loja në atë mënyrë. Të kesh madje në shumicën e periudhave dominim ndaj Argjentinës, të realizosh goli i parë e më pastaj të mbyllësh totalisht për Sopaku 35 minuta, nda një Argjentinë vërtet për mua ka qenë diçka që nuk e kam parë deri më tani. Po të ishte ndonjë kombëtare tjetër, jo Anglia në këtë rast, mbase do të ishte e kuptueshme. Por me një Angli me ta numër të futbollistëve cilësor e kualitetet të dëshmuar në Evropë dhe botë vërtet ka qenë shumë befasi. Jo se Argentina në anën tjetër nuk e ka merituar që t'jetë në finale, pasi po flasim për kampionin në fuqi, një kombëtare që po funksionon shumë mirë në atë lojën grupore, pak po vrem ato, nëse mund të themi, lojën individuale nga se secili po jap kontributin e tij. Kështu që Anglia atë ditë ka pa vetën në finale, por që më mbrojt 35 minuta nda një Argentinë është shumë e vështirë, sepse faktikisht veç ja bërë me dije kundërshtarit se ne këtu e përmbyllëm edhe po tentojmë që vetëm të mbrohemi, kjo nuk ndodhi. Në linjë me presidentin e SBA-ve e fatas me këtë deklaratë. A nëse me njeri duhun që i ka? Ka kritiku Donald Trump trenerin e Anglisë, po është Harry Kane, një miku imi që kam luajtur golf, është super sulmues, po trajneri e ktheu e boni mbrojtës dhe nuk e kuptova, dhe pse tha unë e di futbollin, atë sa e di. Ishte shumë deklaratë interesante, në vardën aty në deklaratave të Donald Trump që i ka dhënë gjatë këtij botrori. Veç është më interesant, ja. Po, edhe Trump faktikisht po e njoftë futbollin, dhe ishte ai që edhe në atë momentin e kartonit të kuq në fakt u përfshy në mënyrë indirekte, por gjithsesi nuk ishte kartoni kuq. Unë jam i bindur që Anglia po të vazhdonte të lunte me atë ritmin e njëjtë, mbasi do të mund të ndërshkonte edhe një herë ose dy Spaku Argjentinën, e cila kishte presionin edhe bëri ormatje që të paktën të barazonte rezultatin nga se e di. Është shumë që është skuadra që nuk mbrohet mirë në tranzicion. Po. Kështu që kundër sulmi në këtë rast me anglezët që kanë qenë të shpejtë, sidomos nëpërmjet lojës në kraj, jam i bindur që do të mund të ndërshkonte. Por, nëse më lejohet shumë shkurt, është kombëtarja e Argjentinës e cila jo vetëm me Anglinë, por po ashtu edhe me Egjiptin ka arritur të rikthej një ndeshje ku ka qenë me 2 gola disavantazh. Kështu që nëse e shohim që Argentina nesër mbrëma do të luajë në finale, nuk është e rastësishme, pasi ajo ofanziva totale me të gjitha forcat, me të gjitha arsenalin që sulmojnë ndaj Anglisë bëri që edhe anglezët në fakt të mposhtën. Edhe Anglia arriti me një lojtar më pak në ndeshjen kundër Meksikës, apo? Me mbjetu, dhe më thonë edhe ata kishin që aftësinë me mbrojt me kretë ekipin. Çka ishte interesant në këtë konferencën e fundit, para se i ndosha këtë konferencat e dyja kombëtarëve, edhe Southgate tha nuk kam asnjë pishman, edhe për mënyrën se çu kom vepru në ndeshjen kundër Argentinës, për shkak se unë e kom pa që loja jonë po bjen, edhe këto kanë qenë ato lëvizjet që unë në qatë moment i kom
pasi të duhurat për me ndjerë ekipin për para. Nëse i shohim lëvizjet që ka bo Southgate në ndeshjet kundër Meksikës, Southgate. Tuhel. Lëvizjet e Tuhelit në ndeshjet e kalume kanë qenë të tilla që ai e ka pru edhe Dan Burn edhe Jet Spence prej bankës rezerve dhe ka funksionu që ekipi me mbjetu një sulmi, por kur është me ka lujt Anglia, me Norvegjinë dhe me Meksikën, nuk krahasohet me sulmin e Argentinës, që është një ekip që është një nivelit tjetër. Edhe vetë Tuhel tha që na e kemi një boshllëk me këto kombëtarët që janë në finale, por ndoshta edhe me Francën. Dhe për kampionatin evropian, këtë boshllëk na duhet me mbush nëse veç mendojmë me fitu ndonjëherë ndonjë trofe të rëndësishëm të futbollit botror. Kështu që pak a shumë edhe pranoj për në anën tjetër edhe dëshiron me i dalë, me i zbe pak këto kritikat, sepse e dim se çfarë kritika vijnë prej Anglisë. Njëri për gazetarëve tha gjysa e shtetit, tha është të kritiku, pse ti ke bërë këto zëvendësime dhe je mbrojt. Edhe ka pas kështu shkëmbime ton kohën, edhe mes Tuhelit, edhe mes gazetarëve, edhe me ata se qysh opinioni publik e ka pa komplet këtë qasin kundër Argentinës. Është interesant që ka luajtur me 6 mbrojtës. Pas kohët Kapellës nuk mbrojt ma shumë Anglia. Sikur dikur... Southgate ka qenë mendësi defensive, por nuk e kemi parë. Problemi kete është shumë normal me u kthy dhe me mbrojt rezultat. Nuk është se ka shpika i atë ujin e ngrot në atë moment. Mirë po problemi është se qasja dhe forma se qka dëshin me mbrojt Anglia. Aty nuk është kuptu. Sepse qka dënë të bënë të Argentina. Nërko Anglia as nuk pati përgjigjen tranzicion. As nuk është se me ndrimet që i bëri, arriti ti ndalë ata topa që a i futi tha Dan Burn për ndalër topat thellësi që i bënte me topat lartë në fakt Leo Messi. Po ato nuk ndalën sepse goli i fitores që erdhi pikërisht për 3 futbollist kalohen derisa mbrinte Lautaro për të bërë goditjen me kohë. Momentumi i ndryshimit të qasjes. Pikërisht momentin kur shënon, nuk zgjat as 5 minuta kur ai e ndron komplet qasjen. Domethënë është shumë shpejt prej momentit të shënimit. Çka është e zakonshme në futboll. Edhe shumica futbollistëve të Anglisë nuk kanë, le të themi, tipare defensive. Ti thua është Harry Kane, Rodgers, Gordon, pastaj edhe ata që i futi, nuk është se ata kanë edhe, le të themi, një farë elani dhe vullneti për ta shprehur defensive. Di që është gjysmë finalja, por nuk e kanë përvojën për të kuptuar rëndësinë e një ndeshje të tillë që aspekti defensiv tash është ku më rëndësishme në botë. Dhe kam përshtypjen me befazu gjithë me Tuhelin, me qasin që e ka treguar atë, madje defensive më të mëdha të kampionatit ka qenë. Absolutisht. Qasja e tij. Ishte edhe shumë arrogant para, gjatë lojës dhe pas lojës, edhe me deklarata. Pastaj arroganca e tij se ka tentu Harry Kane-in edhe Bellingham për mos ti duke thënë se po fiton grupi, jo aftësitë e tyre, që nuk është e vërtetë, sepse grupi nuk është se bën të lojëra të mira, diferenca bëhet pikërisht nga Harry Kane dhe Bellingham. Ai tentoi në një farë forme të na gjuaj neve pak rërë në sy, sikur ne nuk pëshojmë, ne nuk dim. Është kritiku sepse ka pas 4 lojtarë që kanë luajtur me lëndim. Saka, Rice, Guehi edhe Reece James kanë qenë lojtarë që kanë mbarë lëndime nga e kalumja. Në anën tjetër, në shpe janë lanë lojtarë si Cole Palmer, Phil Foden, Arnold, lojtarë cilët ndoshta në ndeshje të tilla do të bënin diçka. Unë mendoj, unë e habit nasysh ai ende është selektori anglisë, që nuk është shkarku. Po, për shkak të arrogancës ti, për shkak të jo respektit të pozitës që e ka, edhe mendoj që Anglia duhet me pas një kryetrajner angles. Ka arkoha me pas një angles, edhe pse ishte Southgate për disa vite, por ai mire u thoshë. Absolutisht. Mendoj që Anglia ka shumë legjenda të futbollit, edhe duhet me qenë ose Gerrardi ose Lampardi, bon me qenë ndoshta Alan Shearer më shumë, po është tip mediatik, por ka njerëz në Angli, për shembull është Michael Carrick, që po e ka një surit mirë, nuk ka nevojë për një ekspert shumë. Nëse do në ekspert i ka plot në Premier League, ka Unai Emery për shembull. E ka Mourinho që so vite ka punuar aty. Për dytë valon që Anglia ka trajner të huaj. Domethënë Tuheli edhe Capello, edhe Eriksoni, treta, Eriksoni si gjys anglezi në një farë forme. Nuk është që Anglia
s'ka pas anglez, ka pas edhe Sam Allardyce fundja. Po që... Edhe Robsonin. Mendoj që pak... Unë mendoj, menimi jam, se ka shumë legjenda. Edhe ka njerë energjia për lundra. Është folë, ka pas edhe spekulime që në vitin 2024 ka ekzistuar një marrëveshje e fshehtë mes Federatës Futbollit Anglez dhe Pep Guardiolas, që mas përfundimit të aventurës Guardiolas në City me e marrë Anglinë. Nëse për Tuhelin do të vazhdoj aventura, e shohim që Deschamps veç e kryn sonte me Francën, edhe tashmë veç është konfirmuar që Zinedine Zidane do të jetë trajneri Primi shtatorit e lëblë. Një tjetër informacion është që Zidane dhe Mbappé ishin, si mishi me thonin, shumë miq të mirë, edhe që kishin edhe një mik të përbashkët. Pra, këtu ajo nofka e diktatorit që ja vënun Mbappés në farë forme, po vjen edhe po vërtetohet. Po vjen një personalitet i cili vetëm Mbappé do të ndi vetin inferior vetëm ndaj tij, e ki parasysh. Askush tjetër nuk do ta sfidonte le të themi atë aurën që po e ka tash Mbappé, që e bëri edhe te Reali, nuk e kam besu, por e bëri. Saktësisht këtu deshta me dalë orë për që po thu, sepse dhe Anglisit duhet një personalitet i tillë që lojtarët në një pak inferior dhe me respekt ndaj figurës tij. Siç është rasti te Zidane, siç ka qenë te Deschamps, që u thotë si Franca për 14 vite ose më shumë. Dhe Arbeloa e ka një deklaratë shumë interesante, nëse e keni rastis me e pa. Thot për qasin që ka ndru shumë trajnera gjatë kohës sa ishte në Real, thot kur ka Zidane nuk është se ka bërë ndonjë punë të jashtëzakonshme në nivelin taktik apo teknik me ne. Thjesht atë man management, atë menaxhimin e lojtarëve ka pas quasi perfekt. E ki parasysh. Dhe kjo ka ndiku që me njëre gjëra të vrejnë në fush, sepse fundja çfarë do ta mësosh ti Luka Modricin, edhe pse je Zinedine Zidane, kemi pa gjithë se Luka Modric mund t'i bëjt gjitha, Toni Kroos, Casemiro, apo këndo që e ka menaxhuar, veç ka kërku për i tëre, ka arrit me delegu detyra se çfarë do të dënë të ata t'i bënin. Dhe ajo veç është pranu me një amen, si që themi ne, sepse a mund të kundështohet një njeri si Zinedine Zidane. Pastaj edhe Fabrega që thotë se me gjithë trajnere që kam punu, kam arrit me marrë diçka, të dikush aftësi taktike, të dikush aftësi teknike. Dhe kam përshtypjen se te Anglia do duhet vi një personalitet i cili kur hyn aty, pse kemi pritur se ndoshta do ta bënte Thomas Tuchel për faktin që ka fituar Ligë Kampionëve, ka punuar një kohë gjatë në Angli me Chelsea, mirë po ajo nuk ndodhi, do duhet ndoshta një personalitet. Nëse kuptova mirë Valona, që kur hyn ajo dhe delegohet detyra, nuk ka më dilema në atë muhabet, e ki parasysh. Ashtu edhe bloku mental të Anglia. Ajo do të më marr parasysh që Anglia mrin deri në finale, kundër Italisë dhe humbet Evropianin, mrin në finale kundër Spanjës dhe humbet Evropianin. Italia, kjo, po, Anglia ka një blok kështu mental që nuk po ka një gjeneral të artë, e ki parasysh, dhe do të ishte mëkat nëse nuk vjen dikush dhe nuk e nxjerr, e themi më të mirën. Do të prisja nga kjo gjeneral pse jo një finale e botës, një Harry Kane dhe Bellingham, pastaj po vinë Cole Palmer e përmende që nuk janë thirrur, nuk është thirrur Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, të gjithë kanë mundur të bëjnë sepse pikërisht këta futbollistë mungonin kur Reece James kishte të lashe, Rice nuk kishte këmbët për të luajtur fare kampionatin botror, kemi pa angazhimin që ka pas te Arsenali. Janë detaje që çuditërisht sikur nuk i ka llogaritur një trajner gjerman, sepse gjermanët përkrejt kanë njerëz se janë shumë mirë llogari, e ki parasysh. Është interesant se edhe me këtë fond të futbollistëve Anglia ka mundur shkret deri në fazën finale, por në atë ndeshjen gjysmë finale ishte Tuchel që bëri gabimet më të mëdha pasi ka pas bankën rezervë futbollistë të klasit botëror dhe të shpejtë që do të mund ta bënin diferencën nëpërmjet kundërshtuesve. Një prej tyre është edhe Rashford, i cili ka pas një sezon bukur të mirë tek Barcelona. Ka shkuar si oazim atje nga Manchester Unitedi, por që shkëlqeu, edhe madje ishte Barcelona që shpesh edhe mendonte transferimin e tij për shkak të çmimit, më pastaj se di se çfarë ndodhi. Por që përveç gabimeve të përzgjedhësit Thomas Tuchel, në fakt edhe ajo dëshira e futbollistëve të Anglisë bëri që të paktën të mbrohen dhe të shkojnë në finale pasi me një këmbë veç ishin afër ose shumë pranë për të arritur një qëllim, po në anën tjetër atë lojën sulmuese të Argentinës, e cila në për çdo moment pritet të realizojë. Ideja është se mbroheshin keq, se nuk sikur ata mbroheshin mirë, bukur, e të bënin me të vërtetë ti ndalnin sulmet e Argentinës, do të thënim ka qenë, do të thotë
nëse mund të shprehim ashtu, vendim i pashmangshëm i trajnerit, por nuk mbroheshin mirë dhe nuk është se dilnin mirë në momentet kur do të mund të dilnin në tranzicion. Edhe mbrojtën me gjithë tjerët. Tërkontingjentit. Deshta me thonë edhe diçka Medina për këtë ndeshje në vendit tret, sepse gjithë Shumë shkurt, sepse po më informojnë që kemi shumë pak minuta në vazhdim, Malon, dhe duhet të flasim pak edhe për finalen. Do të bëjë sot që kanë ardhur komentatorët. Ne kemi shkatrimë të flasim, e kemi parasysh. Po do me para po fanzonën ma gjatë sonte. Jo, përmendëm gjithë ndeshjen Kroacia-Olanda që kanë qenë 98-ën gjithë me theksin e veçantë të Kroacia, ndeshja për vend tret është e rëndësishme për këto vendet e vogla, kur e mendum një vend që kemi shumë afër, mund shkoj mendja se ndoshta në tarmën mundet me qenë edhe Shqipëria ose Kosova atje, do të kishte qenë shumë bukur, fillimisht me qenë kampionat botror, e po ashtu me qenë këtë ndeshjen për vendin e tet më mirë që normal me qenë finale, po ajo në ëndër në kozë utopi tingëllon tash, po në atë kohë ka qenë një lojtar shqiptar. Për atë arsye neve na ka bërë përshtypje. Ka qenë Ardian Kozniku, cilin na e kemi pa me sy të hapur, por apo hyn lojë, por nuk ka hyrë. Edhe sot ka shumë lojtar edhe te Franca dhe Anglia si N'Golo Kanté, Maino e të tjerë vëllezërit Hernandez që nuk janë paraqit. Na, për shembull, po kemi dëshirë pak me i pa edhe ata futbollistë se po paraqiten këtë kampionat botror, ndoshta është e arsyeshme se të futen edhe ata në lojë të inkuadrohen e jo vetëm të jetë një ndeshje, një luftë, pasi që si vendi 3, si vendi 4 nuk ka rëndësi për vendet e mëdha si Anglia, Franca, po për vendet e vogla padyshim që po. Padyshim se po. Faleminderit shumë Valon për këtë sjellje të një dimensioni kritikisht ndryshe edhe përmendjes futbollistit shqiptar. Le të shkojmë në një blok të shkurtër të marketingut dhe do të rikthehemi të flasim pak edhe shkurtimisht për parashikimet për finalen e madhe. Jemi rikthyer të dashur shikues, kemi shumë pak minuta në dispozicion dhe do ta nisim pikërisht me falënderimin e sponsorëve tanë. Çdo pagesë me Starcard në post terminalit e bankës Step ju shpërblen edhe me Starpik, të cilat mund t'i shfrytëzoni për blerje të ndryshme, ndërsa gjatë vitit mund të përfitoni edhe nga kampanja ekskluzive dhe oferta speciale të dedikuara për klientët e Starcardës. Bira më e mirë në vend, Bira Pea i shoqëron edhe sonte adhuruesit e birës dhe futbollit, të ashtu quajturit birbollerat me moton s'ka lidhje, a hupi ma fitojna, gjithë kupa është e jona. Botrori sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtes. 40 kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithë shka që ju duhet për të shijuar futbolin është një 40 kafe. Një falënderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shijshëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalin dhe gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet tuaja të preferuara me shijen unike dhe kualitetin e padiskutueshëm të arërave, frutave të thata dhe farërave Meraj, një shije që i bashkon mesh përpara ekranit. E produktet Meraj i gjeni anë mban marketeve tona, të përfaqësuara nga distributori ekskluziv për Kosovë ERC3. Përpara se të dalem te parashikimet e finales së madhe, dua të falenderoj edhe Lunea Fashion që gjendet te rruga C dhe Gjeni Makeup Studio, të cilët gjithmonë përkujdesin për paraqitjen time televizive. Leart, shumë shkurt. Në përballjen e finales së madhe ndërmjet Spanjës dhe Argentinës, pritshmëritë tua, kush e dërgon kupën e botës në shtëpi? Për shkak të stilit të lojës, mendoj që Spanja ka një përparësi. Për shkak të Lionel Messi do të gëzohesha nëse do ta fitonte Argentina. Kaq. Valon? Edhe unë mendoj njëjtë. Absolutisht njëjtë. Spanja është favorite, por nëse fiton Argentina atëherë do të më bëj shefi për Messin, sepse është një legjendë dhe 2 herë radhazi, vetëm 2 herë ka ndodhur me fitu dikush botënorin. Arbër? Unë mendoj që Spanja është skuadra më e mirë e balancuar në kampionatin botror dhe kushdo që fiton tjetër është mëkat që nuk ka fitu Spanja. Prandaj jam i tëri me Spanja në këtë finale. Pa marrë parasysh Messi, e di edhe të unë ka impact shumë të madh personaliteti i tij dhe çfarë kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve, por nëse dikush e meriton kampionatin botror është Spanja. Fatas? Unë ndeshën gjysmë finale, Francë-Spanjë, në fakt po ta përshtypjen që Franca do të jetë skuadër më e mirë dhe do të kalojë në finale, por me lojën të cilën e tregoi Spanja, edhe ku vrejtë dora e përzisit Luis de la Fuente, më në përparësi pikërisht do të janë spanjollët përballë Argentinasve. Mirë, le ta shohim ndeshjen dhe le të shohim se çka po na sjell përfundimi i këtij botrori. Ishte kënaqësi shumë e veçantë që ty kisha sonte. Do doja shumë që të kishim minuta më shumë në dispozicion, duke e ditur pasionin e madh që keni për sportin përgjithësi, futbollin, e mandej edhe kampionatin botror dhe e di që
kush më mirë se sa jo i di të gjitha finesat dhe dimenzionet e këtij botërori dhe të shumë ngjarjeve tjera sportive. Unë ju falenderoj përzemërsisht për kohën tuaj dhe dedikimin për të ardhur këtu në Fanzon. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit shumë. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi se ishim sot në studio me Orbrin Leartin edhe Fatos, një prej komentatorëve më të mirë në Kosovë. Orbrin Learti, Fatosi super djalosha, është shumë profesionist, edhe Fatosi një futbollist i shkëlqyeshëm ka qenë më i miri prej nesh. Faleminderit shumë. Ku ka më mirë se sa vlerësimi ndërshëlim Edhe për Valonin që ka qenë një komentator fantastik gjatë botrorit këtë edicion e përgëzoj edhe i them që mos ndalet vazhdoj tjetë në këtë nivel kaq të mirë. Urime për punën krejt stafit, dhe të kjo me ditë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi t'ju kisha sonte. Faleminderit, urojmë që të shihemi së bashku në terminet e tjera, në ngjarjet e tjera në Radio Televizionin e Kosovës. E të dashur shikues, erdhëm te fundi i këtij edicioni të Fanzonës, bashkë të takohemi edhe nesër, ndërkaq ju vazhdoni të qëndroni me transmetuesin publik për të kuptuar më shumë për ngjyrat e kampionatit botëror tashmë në ikje e sipër. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.